rikthyer së bashkë në një tjetër blok të programit Kosova Today për ditën e sotme. Në këtë super dinamik natyrisht do të ndalim dhe flasim për një rast që kishte tronditur opinionin muaj më parë, vdekja e dizajnerit Fesimi Sufi, ndërkohë në premte në media kishte raportime se familja ka pranuar raportin e autopsisë. Por cila është e vërteta? E kanë pranuar të raport dhe çfarë procedura do të ndjekin në një lidhje direkte vëllau i të ndjerit Festimit, zotriu Lulzimi Sufi është me ne dhe më lejoni t'ju uroj mirë se ardhi fillimisht. Mirë se vini, faleminderit që jeni këtu. Faleminderit shumë. Atëre, Lulzim, jemi duke komunikuar kështu disa javë pas një interviste që këshmë zhvilluar bashk, ju kështit thënë se natyrisht do të flisni në momentin që të pranoni raportin e autopsisë. E keni pranuar fillimisht si familje? Kjo është pyetja parë që duam ta shtrojmë. Jo, hala se kena pranu, edhe qëtunën apo ndillën më ka kontaktu një kolegi juve, më ka pyti, më të reku që jumë, edhe më ka veqa muj me hi direkt në emision, me demantu shkër të shqip që vjen, shto që na deri tas këna marë raport. Tu media nuk e di ku i kanë marë, që kanë marë, ku shë dhe ma mirë se na, ma për momentin në s'kem ku gjë. Por në fakt është interesuar, me që sot është ditë pune, është interesuar avokati juaj në organet e drejtësisë për të kuptuar detaje se mund të ketë qenë base një vonesë administrative, mund të ketë qenë diçka që mund të dërgohej me post, apo ku ta di unë për shkak të që ka procedura natyrisht. Unë kom kontaktu me avokatin edhe me sa e di unë, sa më ka informuaj mu, si pas avokatit, halo nuk o kompletu komplet dosja dhe kështu që është sigur që për këtë arsye që sa dhe së marë. Në fakt, Kosova Today ka komunikuar edhe me zëdhënësën e prokurorisë, e njëjta ka thënë se në fakt, lidhur me pyetjen tonë, ka njoftuar se familja e të ndjerit FI janë të njoftuar për raportin e autopsisë përmes përfaqësuesit ligjor, avokatit të tyre të autorizuar nga familja. Keni ndonjë avokat tjetër, zotri Lulzim, apo ju e keni vetëm avokatin që tash sa kohë keni angazhuar? Ne kemi vetëm avokatin e njëjtë dhe për sa e dimi na deri sot halos kena pranu kur gjë. Jeni në komunikim besoj edhe me familjarë të tjerë, asa ta nuk kam pranuar diçka të tillë? Unë me motrën jetoj këtu afër edhe me vllavin, kështu që nuk ka diçka. Është sigur që s'kena marrë. Ju besoj natyrisht jeni në ankth për ta parë përfundimisht raportin pas kësaj humbje të vjetë të madhe që keni pasur si familje. Ju besoj keni përcjellur edhe programin Kosova Today, kur ne si redaksi kemi siguruar raportin e parë të mjekut ligjor që ka arritur në vendin e ngjarjes. E keni parë atë emision, e keni dëgjuar gazetarin Vullnet Krasniqi për atë që na ka folur? Po, kam dëgjuar atë edhe si unë fjallë të tia nuk i marrë për basë, aty janë fjallë të gazetarëve, kështu që... Jo, kanë qenë fjallë të bazuara në atë raport zyrtar që në fakt edhe unë e kam parë, zotri Lulzim. E kam parë nga afër raportin, por kjo është një raport që është konstatuar, do të thotë është përshkruar ajo që kam parë direkt në vendin e ngjarjes. Nuk di çka tam për këtë, veç më rëndësi është që ne nuk kena marrë kur gjë dhe derisa s'kena marrë kur gjë, nuk di çka mendoj, nëse mundet më konë qashtu, mundet më konë ndryshe, kështu që pa e marrë zyrtarë pej prokurorisë vetë, nuk dim që thonë këtë drejtim. Sot pas një kohe të shkurt, relativisht të shkurt, e keni ndryshuar qëndrimin tuaj apo në kuptimin dyshimet tuaja lidhur me këtë rast të vllaut tuaj, e besoni se Fesimi mund ta ketë bërë këtë? Po, ne mas pare nuk e besoj edhe si pas informatave që i ka mune personalisht vetë, pa prokurori, pa kur gjë, prokuroria është e lirë me bo punën e vetë sene. Me sa e dione këto është i përfshimi 30 persona, pa u koni 100% i sigurt, nuk më i me thoma shumë. Po si keni ardhur në këtë dyshim i nderuar, sepse është një situatë krejtësisht e re do të ishte në këtë rast, ju kështën thënë dikush nga njerëzit që ka njohur Festimin, dikush që ka jetuar afër Festimit, mund me lejo të pjesë në këtë, sepse është diçka që do ta ndryshonte gjithë rrjedhën e hetimin të rastit. Besoj që edhe prokuroria e din që ka dhe qërë përfshim, a dojnë me qitet ata ndrita, dojnë ata është punë të prokurorisë, në supervizimi prokurorisë që ka bënë, a mu me sa dione,
E sa kam informacionin që ky treti person është i përfshim. Dhe keni ndonjë person që dyshoni se mund të jetë i përfshirë këtu? Po, që kam dyshime dhe besoj që është i përfshim edhe tham publikisht. Po, e kam fjalën e njeni atë person që mund të ishte i përfshim? E njeni apo vetëm supozoni që është një person i tretë, apo e dini sakt se kush mund të ishte i përfshirë? Unë për vete personalisht besoj që është i përfshim në rast po pritmi për prokurorisë ka del tani. Mbasi të dalë vendi prokurorisë atëherë. Dhe këtë ja keni thënë prokurorisë, ja keni thënë këtë informacion që dyshoni, apo po e thuani për herë të parë këtu publikisht? Unë kom thonë që po dyshoj, po mirë po që tash më pas informacione që i kam personal ma shumë, jam të besu që është e sigurt kjo. Mirë, zotëri Lulzim, unë uroj shumë që njëre për gjithmonë të zbardhet, natyrisht juftoj që të besoni në organet e drejtësisë, e bëjnë punën e tyre, kuptohet dhe bëjnë më së miri mund shumë, e kuptoj që rëndimi juaj si familje është jetë e madhe dhe ka situata ku njeri unë nuk e kupton, në realitet dhe nuk arrin të besoj, sidomos ku bëhet fjalë për familjar ka që të ngushtin rastin tuaj, vllaun tuaj, por jam e sigurt që dhe ju si familje do të mbështeteni në ato që thuhet nga organet e drejtësisë. Faleminderit shumë që ishit sot në program. Do të jemi në kontakt në momentin që natyrisht do e pranoni raportin për ta dhënë një përgjigje finale në këtë rast që natyrisht ka trazuar edhe opinionin, por në veçanti juve si familje dhe këtë rast edhe familjen e bashortës së tij. Okej, famë shumë. Faleminderit. Ishim këtu bashkë me Lulzim Misufin, vëllaun e dizajnerit tashmë të ndjer Besim Misufi, natyrisht, si që dhe thash, unë ftoj gjithë edhe familjarët në të rast, por edhe gjithë opinionin që të mbështetet në ato që thuan nga organet e drejtësisë. Shkputemi me një shpic, me një blok të shkurtër mbase publicitar dhe do rikthehemi me kredi diçka tjetër.